Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Sot jemi në një bisedë disi të veçantë. Për të gjithë besimtarët e krishterë, po afrojnë festët e Pashkëve, Pashka e madhe, Pashka e cila shënjtëron besimin e krishterë. Dhe ne sot kemi ftuar ndër besimtarët ortodoks priftin e ri të kishës së Shën Thomait atë Eugene Shkurtin për të na folur për domethënien e kësaj feste, për botkuptimin dhe domethënien specifike që ka për besimtarët ortodoks dhe për veçoritë e traditës ortodokse për festimin e Pashkëve. Atë Eugeni, mirë se erdhët. Dr. Rafael gëzohem, faleminderit shumë për ftesën tuaj dhe mirë se u gjej dhe faleminderit. Atëre, çfarë përfaqëson Pashka në besimin ortodoks dhe pse konsiderohet si festa më e madhe e krishtërimit? Faleminderit shumë për pyetjen tuaj. Atëre edhe siç edhe ju e përmendëm më përpara, për ne Pashkët janë pikërisht ashtu festa e festave. Është ngjarja e ngjarjeve dhe gëzimi më i madh për të krishterët ortodoks dhe jo vetëm, dhe pikërisht sepse i gjithë cikli liturgjikal i kishës sonë është një parapërgatitje për ardhjen e madhe të Pashkës, për ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Për ne është një triumf i madh, triumfi i Zotit tonë Jezu Krisht ndaj vdekjes së vet. Është triumfi i dritës mbi errësirën dhe triumfi i Zotit tonë Jezu Krisht mbi mëkatin dhe mbi djallin dhe mbi gjithë veglat e tij. Pra për ne është një ditë dhe një festë dhe festa më e madhe e ortodoksëve, pikërisht sepse është një ditë shpreseje që Zoti tonë Jezu Krisht me vdekjen e tij mundi vdekjen, na çliroi nga mëkati, na çliroi nga prangosjet e kësaj bote dhe na hapi, na çeli dyert e parajsës dhe na premton jetën e amshuar dhe mbretërinë e tij. Si e shpjegoni simbolikën e ringjalljes sot që merr çdo besimtar nga kjo festë? Atëre ne të gjithë të krishterët bëjmë një përgatitje. Siç e përmendëm më përpara, e gjithë kalendari liturgjikal është një parapërgatitje për këtë ngjarje të madhe, për festën e festave, për ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Ne të gjithë të krishterët duhet me anën tonë, jo vetëm shpirtërore, po edhe trupore, duke kreshmuar gjatë 40 ditëve të Pashkës, me lutje, me agjerim, me lëmoshë, edhe duke pritur ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht, edhe ne të kryqëzohemi bashkë me të, edhe të ngjallemi bashkë me të. Dhe kjo është që na jep gëzimin më të madh dhe shpresën më të madhe. Atëherë ti e përmendë agjerimin, por cila është rëndësia e agjerimit para Pashkës? Çfarë synon agjerimi? Apo kreshma? Kreshma ose agjerimi, siç e thatë, kisha nuk e ve më kot. Pikërisht, kjo nuk është, siç të themi, një dietë, nuk mbajmë dietë sepse pushojmë së ngrëni diçka ose disa prej ushqimeve, nuk është kjo. Thelbi i kreshmës, siç e përmendëm edhe më përpara, nuk ndalon vetëm tek ushqimi. Pra nuk është se stopojmë së ngrëni disa gjëra prej disa gjërave të tjera dhe kaq. Kreshma përmban në vetvete përullësinë. Kreshma përmban vetëpërmbajtjen tonë si njerëz, si besimtarë, të heqim dorë nga disa ose shumica ose të gjitha veseve tona që mund të kemi dhe të shtojmë përullësinë, të shtojmë lutjet, të shtojmë agjerimin në kuptimin e plotë të saj, edhe me lutjen, edhe me lëmoshë. Të gjitha këto pra përfshin edhe përbëjnë kreshmën dhe agjerimin, nuk është vetëm stopimi i disa ushqimeve. Pra është më tepër se sa ndalimi i ushqimeve fizik, po është një rit shpirtëror. Është pastrim trupor dhe shpirtëror së bashku. Është një parapërgatitje, ashtu siç çdo atlet që bën përgatitje fizike para se të dalë në olimpiadë edhe të ndeshet, çfarë bën? Bën servitje për të sforcarur edhe për të rritur në të gjitha të
që ka për të bërë në përgatitjen e tij. Gjithashtu edhe ne, si atletë të Krishtit, duhet të stërvitemi me të gjitha këto elemente që na jep kisha, me agjerimin, në lutje, siç e përmendëm më përpara, në kreshmim të disa ushqimeve që nuk e se na i ndalon kisha, nuk e se na i ndalon Krishti. Ne nuk ka në kishë nuk e ha, ndalohet. Të gjitha na lejohen. Por zgjedhim me vetë bindje të mos i hajmë, të mos i bëjmë për lavdi të Perëndis. Që kjo të na transmetohet si hir nga vetë hiri Perëndis, të na jepet hiri Perëndis tek ne për mundimin tonë. Si ndikon Pashka në forcimin e besimit dhe të shpresës tek individi, tek besimtari? Atëherë, Krishti është vetë shpresa jonë. Dhe ne e dimë dhe me zje presim atë me shumë gëzim, ngjalljen e Zotit tonë Isu Krisht. Kjo është shpresa, kjo është vetë shpresa që na jep ai nga shpresa e tij. Ne të krishterët, duke e ditur e duke pritur Pashkën me gëzim, por duke marrë parasysh që Pashka, ngjallja e Zotit, para se të vim tek ngjallja, është kryqëzimi. Dhe ashtu siç ai u kryqëzua në kryq për shpëtimin tonë, edhe ne, si të krishterë ndjekësit të tij, jemi të ftuar e të thirrur të kryqëzohemi me të, pra jo literalisht që u kryqëzoi ai, por të kryqëzohemi çfarë? Mëkatet tona dhe veten tonë të vjetër, mëkatare, dhe të vdesim me të dhe të ngjallemi me të. Dhe kjo është që na jep shpresën ne, sepse Zoti nuk e mundi, nuk e mposhti vdekja, por ai doli triumfues mbi vdekjen, mbi djallin, mbi mëkatin dhe na çeli dyert e parajsës. Dhe kjo është që na jep neve shpresë që pas vdekjes ka ngjallje, nuk e se ndalon ose pushon jeta, nuk e se shuhet njeriu pas vdekjes së tij, por thjesht ndryshon jetën, ndron jetën dhe me shpresë që do jemi me Perëndinë të ngjallur edhe ne. Cilat janë ritet kryesore të traditës ortodokse që kryen gjatë natës së Pashkës? Atëherë kemi kanunin e Pashkës, që fillojnë, këtë vit do ta fillojmë me orën 11 të darkës, dhe kemi dhe liturgjinë hynore, që vjen më pas, e cila zjas rreth 1 orë e gjysmë, në vartësi dhe të ritmit që do zhvillohet, dhe sigurisht kemi të nesërmen, që është e diela e Pashkës, më orën 12 do të kemi edhe mbrëmësoren e dashurisë, Agape Vespers, siç i themi këtu, ku ungjilli i shpalljes të lajmit të mirë që Zoti Jezu Krisht u ngjall, tregohet dhe lexohet në shumë gjuhë të ndryshme, siç edhe vetë Krishti urdhëroi apostujt e tij, shkoni në të gjitha kombet dhe pagëzoni dhe mësoni të gjithë në emrin të Atit, të Birit dhe të Shpiritit të Shenjtë. Çfarë simbolizon qiriri i ndezur në Pashkë? Qiriri i ndezur simbolizon dritën e Krishtit. Simbolizon atë pikërisht dritën e cila mbizotëroi dhe mbundi dhe mposhti errësirën. Dhe simbolizon vetë Krishtin, dritën e tij që çel dhe shpërndan armiqtë e tij dhe shpërndan errësirën. Por po i shohim këtu vezët e kuqe, çfarë simbolizojnë në liturgjinë ortodokse? Veza e kuqe është një traditë ortodokse dhe buron që prej asaj kohe, dhe tradita ka kështu. Shën Maria Magdalena, pasi ishte një nga të parat që e pa Zotin tonë Jezu Krishtin ngjallur, donte si isaposull të shkonte edhe ta shpallte lajmin e mirë kudo. Dhe u nis dhe vajti në Romë për të takuar Cezarin. Dhe atje, duke u parashtruar dhe duke u paraqitur përpara Cezarit, i tha lajmin e mirë, Krishti u ngjall, Zoti u ngjall. Dhe ai sigurisht nuk u bind, dhe se tha, si ka mundësi një njeri të vdesë dhe të ngjallet. Edhe në atë kohë po kalonte një shërbëtore me një shport me vezë. Dhe i tha, atëherë tha, nëse Krishti u ngjall, tha, këto vezët, tha, le të ndodhi tha që të bëhen të kuqe. Sa të kuqe janë ato vezët, aq dhe unë besoj tha se Zoti u ngjall. Dhe në atë çast vezët u kthyen të kuqe. Edhe mori vezën
Jul Cezari dhe tha, bashkë me Shëmarinë, edhe i tha, e shikon, tha, të thashta, Krishti unë gjallë, edhe i tha, vërtet unë gjallë, edhe ja trokiti vezën, dhe kështu ka ngelu tradita, që atë kohë, deri më sot, dhe simbolizon pikërisht gjakun e derdhur të Krishtit në kryq për të gjithë ne. Ne folëm për agjërimin, par një anë e veçantë përveç agjërimit është edhe pendesa për mëkatet tona gjatë vitit. Cili është riti, si zhvillohen këto? Kisha, një ndër misteret dhe kishës është dhe pendim rrëfimi. Që të viti kush edhe të kryej, ose më saktë t'i kërkoj priftit të rrëfet, gjë e pare që duhet të bëj është pikërisht ajo, të kryej, të jetë me veten e tij të kryej pastrimin trupor dhe shpirtëror duke mbajtur kreshme. Sepse, si tha dhe Zoti, ky lloj demoni, thotë, pasi ishte një përballje me disshepujt më përpara, i tha, pse neve o Zoti, i thanë disshepujt, nuk e nxorëm dot këtë demon, sepse ky tha, lloj demoni del vetëm me lutje dhe me agjerim. Dhe pikërisht, para se të shkojmë të rrëfemi, një nga kriteret është që të mbajmë kreshme, të pastrojmë për veten tonë njëre, sepse pendim rrëfimi është për ne, nuk është për dikë tjetër. Dhe ashtu siç edhe ne para se të ulemi në tavolinë e të ham drekën, të ham darkën, gjë e parë që shkojmë bëjmë, të lajmë duart. Pikërisht e njëjta gjë edhe me pendim rrëfimin, që para se të rrëfemi, shkojmë dhe lajmë shpirtin tonë, duke mbajtur, vetë për mbajtur veten tonë, me agjerim. Dhe pastaj, dhe lutje, duke e shoqëruar gjithmonë edhe me lutje. O Zoti Jezu Krisht, më shiro mua mëkatarin, edhe çfarëdo lloj lutje që buron nga zemra, edhe e përgatit veten tënde, para se të shkosh tek prifti për të kryer misterin e pendim rrëfimit. Ne ishim të pranishëm në kishën e Shën Thomait, javës së kaluar, kur u bë një ceremoni disi e veçantë, në gjuhën shqipe, duke kujtuar themelusin e kishës autoqefale shqiptare dhe të kishës Amerikës, njëkohësisht Imzot Fanolin. Çfarë rëndësie ka për ju organizimi i këtij aktiviteti? Është një festë shumë e rëndësishme për ne, është një ditë shumë e shënuar për diocezën tonë këtu në Amerikë. Siç edhe ju e përmendëm më përpara, këtë festë e ka, ose këtë ngjarje dhe datë të caktuar e ka vendosur Imzot Nikodhimi dhe peshkopata jonë e hyrshme për të kujtuar jetën ndrimin e Imzot Fanolit dhe për të përkujtuar edhe një herë meshën e parë hynore në gjuhën shqipe prej vetë Imzot Fanolit dhe i ka bashkuar këto data në datën 22 për të përkujtuar jo vetëm Fanolin, po duke kryesuar atë njerë dhe gjithë klerikët dhe kryepriftërinjtë dhe priftereshat që kanë kaluar dhe kanë shërbyer me dashuri dhe devotshmëri, jo vetëm në kishën tonë në Shën Thoma, por në gjithë shtrirjen e kryepiskopatës ortodokse shqiptare në Amerikë. Dhe kemi lutje të veçanta për atë ditë, ashtu siç edhe ju ishit të pranishëm dhe dëgjuat, dhe më pas liturgjisë kryejmë dhe një përshpjetje, një përkujtimore për ata, duke i nderuar edhe me lutje kishtare, por edhe gjithashtu edhe në lutje për shpirtin e tyre që të ndjej Perëndia edhe ne të jemi bashkë me ta në formë shpirtërore. Diçka më bën tepër si kuriozitet. Çfarë diferencash ka për shembull në ceremonialin, në liturgjinë, në kishën ortodokse greke, shqiptare, ruse, slave, deri tek vendet e lindjes mesme si Egjipti, kopte e tjerë me radhë. Ka ndryshim në liturgji, apo është pak a shumë e njëjta? Në kishat ortodokse, ndryshimet janë shumë të vogla dhe janë ndryshime lokale. Pra, si mund ta ketë një kishë me kishën tjetër, mund të ndryshojnë në gjëra shumë të vogla teknike, po jo në thelb. Pra, në thelb, në doktrinë, në besim, i gjitha adhurimi është po i njëjtë. Tani, se dalin me
stoli të ndryshme, të tjera ngjyre, apo dalin kështu apo dalin ashtu, këto janë tradita lokale të vogla që nuk prishin dogmën, nuk prishin doktrinën, nuk prishin besimin, por janë sipas siç janë mësuar dhe siç i kanë traditat e tyre. Por janë njësoj. Po të kalën pastaj në jurisdiksione të tjera. Ndryshim me katolikët apo me protestantët? Sigurisht janë krejt ndryshe, me protestantët sigurisht, edhe me kishën katolike janë pak më ndryshe, për shkak të traditës dhe për shkak të jurisdiksionit që na ndan. Por kishat ortodokse në mbar botën e kanë pothuajse të njëjtën. Po çfarë mesazhi sjell Pashka në këto kohë, kur bota përballet me kriza, me luftë, cili duhet të jetë, përgjithsisht thuhet është mesazhi i paqes, por do desha ta dëgjoj për jush. Mesazhi është gjithmonë i njëjtë. Mesazhi është që Zoti e ka mundur këtë botë, e ka mundur mëkatin dhe çfarëdo lloj sfidesh që mund të kemi si njerëz, sepse siç e thëhet dhe ju, jetojmë në këtë botë, jetojmë në këtë tokë, ka sfida, ka shtrëngime, ka shumë gjëra që na mundojnë, por Zoti thotë që meni kurajo, thotë, meni zemër, sepse unë e munda këtë botë. Dhe çdo gjë është e mundur me Perëndim, sepse ne nuk mund të bëjmë dot asgjë pa Perëndim. Dhe Perëndia pikërisht vjen i kryqëzuar dhe i ngjallur pas 3 ditësh dhe na jep pikërisht të shpresë që çdo gjë në këtë botë është e përkohshme, vetëm Perëndia është e vërtetë. Dhe na jep shpresë që çdo gjë kalohet bashkë me të. Dhe kjo është shpresa jonë. Çdo gjë mundet dhe është e mundësuar të kapërzihet edhe kalohet vetëm me Perëndim. Lutuni e do të meni, thot Perëndia. Kërkoni do të gjeni. Gjithmonë fokusi duhet të jetë tek Perëndia dhe jo tek bota apo tek materia apo tek problemet. Merri gjithë këto problemet, bëj një shportë, si të themi figurativisht, dhe le t'ja paraqesim në këmbët e Perëndisë dhe ai do na japë gjithë drejtimin edhe gjithë zgjidhjet që ne kërkojmë, sipas planit të tij hyjnor për gjithë secilin prej nesh. Por shpresa gjithmonë ngelet me të. Kam një pyetje më tepër sociale. Çfarë roli ka besimi në forcimin e familjes edhe të komunitetit në këtë mes, edhe këtu në diasporë? Besimi është thelbi. Pa besim nuk mund të bëjmë dot asgjë, sepse besimi në vetvete, si në familje, si dhe në çdo individ, është katalizatori. Është pikërisht pjesa që mungon, që bën ndryshimin, sepse pa besim çfarë mund të bëjë njeriu? Kur nuk ti beson as në veten tënde, le më pastaj në Perëndi, çfarë mund të arrish? Pa vetë besim, pa besim. Aq më tepër pastaj kur kalojmë tek besimi nga ana dhe në aspekti fetar, që si të krishterë ortodoks dhe të tjerë sigurisht, ku mund ta gjesh? Vetëm tek Perëndia. Pra besimi është thelbësor, është katalizator. Duhet të kemi besim që të na japë forcë e të na japë atë fuqinë për të ecur dhe për të realizuar çdo gjë dhe çdo ëndër që kemi. Sepse siç e thashë më përpara, nuk mund të bëjmë dot as edhe një lloj gjëje pa Perëndin, në prezencën tonë dhe në jetën tonë. Atë Eugeni, unë do desha që ju në këtë prag Pashketi bënit një apel drejt për drejt në kamera të gjithë besimtarve ortodoks, të cilët ne urojnë gëzuar Pashkët edhe të jenë sa më shumë të pranishëm në këtë kishë 96-7 vjeçare, siç është kisha e Shën Thomait, për të kremtuar ritet e shenjta që i takojnë shqiptarve ortodoks, që i takojnë atyre emigrantëve të ardhur gati 100 vjet më parë. Atëre, duke i uruar të gjithë besimtarëve të krishterë ortodoks, jo vetëm këtu në Amerikë, po kudo në botë, edhe në Shqipëri gjithashtu, uroj që këtë vit të kemi sa më shumë përullësi, sa më shumë dashuri me njëri tjetrin, të vimë në kishë, të ndjekim gjithë shërbesat që kisha ofron për shpëtimin tonë, dhe uroj me zemër dhe me shpirt që këtë vit ta ndjejmë sa më shumë prezencën e Zotit tonë Jezu Krisht të ngjallur në zemrat tona dhe në familjen tona, të gjithë së bashku, e të gjejmë paqe dhe dashuri tek ai edhe me njëri tjetrin.
gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall dhe për shumë vjet. Unë ju falenderoj atë Eugjini për punën që po bëni, për të shtuar radhët e besimtarëve shqiptar në kishën e shenjtë të Shën Thomait, për të qenë sa më të pranishëm në këto ceremoni, për të ardhur tek kisha që i flet në gjuhën tënde, që të flet në gjuhën tënde, edhe pse Zoti të kupton në disa gjuhë, por ku e ndjen veten më afër, në një kishë greke do të thosha, apo në një kishë shqiptar. Natyrisht do shqiptar e di këtë, edhe kisha e Shën Thomait është krahapur për çdo besimtar, sidomos për festat të tilla të mëdha, siç është festa e Pashkëve. Ju falenderit që ishit pranishëm, ju falenderit edhe si besimtar ortodoks, ju falenderit në emër të televizionit shqiptarëve të Amerikës edhe gëzuar të dashur bashkëdhetar festën e shenjtë të Pashkëve. Gëzuar. Faleminderit shumë zoti Rafael dhe televizionin tuaj, faleminderit gjithmonë për mundësitë që ja jepni, edhe për të përcjellë mesazhin tek besimtarët tanë ortodoks, jo vetëm në Amerikë, po kudo. Dhe gjithashtu dhe jeni dhe ju të mirëpritur për Pashkën, edhe për ngjalljen e shërbesës Zotit tonë Jesu Krisht, edhe për Shën Thoma gjithashtu, edhe uroj edhe një herë përsëri gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ishte kënaqësi që kishim sot në studio me rastin e festëve të Pashkëve atë Eugjin Shkurtin, priftin e kishës së Shën Thomait, i cili na përcolli kuptimin dhe domethënien dhe rëndësinë e festës së Pashkës për gjithë besimtarët e Krishterë. Miru takofshim në emision tjerë.